Në prag të ndërimit të viteve, dua t'i drejtohem gjithë komunitetit futbollit shqiptar për të shprehur mirënjohjen time të sinqertë për një vit që do të mbetet gjatë në kujtesën tonë. Viti që po lëm pas ka qenë një vit historik për futbollin shqiptar, një vit ku puna, vizioni dhe përkushtimi u kthyen në rezultate konkrete, në fushë, në organizim dhe në rritjen e gjithë sistemit tonë futbollistik. Shqipëria u konfirmua si një vend dhe partner i besueshëm për futbollin evropian, duke pritur me sukses finalet e kampionatit evropian për 17 vjeçarët dhe duke mirëpritur për herë të parë në Tiranë Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s. Këto ngjarje treguan se futbolli ynë ka arritur një nivel të lartë profesionalizmi dhe organizimi. Emocionet më të forta na i dhuroi ekipi kombëtar, i cili për herë të parë në histori siguroi kualifikimin në fazën play-off të Botrorit 2026. Një arritje që na bëri krenar dhe që dëshmon se ëndrat e mëdha janë të arritshme kur punohet me seriozitet dhe besim. Uroj shumë që ky rrugtim i bukur të kurorëzohet me kualifikimin për herë të parë në finalet e Botrorit. Gjatë këtij viti kemi vijuar të investojmë për bazat e të ardhmes, tek fëmijët, të rinj, në futbollin e vajzave, në infrastrukturë dhe në mbështetjen e klubeve. Futbolli shqiptar po rritet në numra, në cilësi dhe në ndikim shoqëror. Dua të falenderoj nga zemra të gjithë ata që kontribuan dhe kontribuojnë çdo ditë në këtë rrugtim futbollistik, trajnerët, arbitrat, drejtuesit e klubet, stafe teknike, administratën e FSHF-s, partnerët tanë, institucionet shtetërore, qeverinë shqiptare për ndihmën e madhe dhe mbështetjen e tyre. Në këtë frym pozitive hym në vitin 2026 me ambicie të forta për të bërë akoma më shumë, për ta çuar më përpara futbollin shqiptar dhe me një ëndër të madhe të jemi pjesë e Botrorit 2026. Ju uroj të gjithë gëzuar festat, gëzuar vitin e ri dhe një vit sa më të mbar 2026.